për ndarjen. Po, faleminderit shumë me këzona, knaqësi. Ja herë sumi që faleminderit shumë që i bashkë me neve. Knaqësi çdo herë. Se dhe, kjo shpis nga ka bo shkurta, faleminderit shumë që je edhe sonte me neve. Faleminderit shumë Exona për ftesën, knaqësi të jem pjesë e televizionit ju. Sidomos ti që ke energji pozitive, më shumë knaqësi kum pranu ftesën. Në fakt, na ja u kemi bo pak me hile, se kështu një notë para fesës Bajramit, a i një bu gati me baklavat e me krejt këto, a ju kena shkput prej... Unë jo për pjesë, nuk jem bu gati. Nëse ja kum lënë atë pjesë. Na me porosi. Tash ma shumë po funksionojmë që ashtu, po dalim për blenat gatshme, normal tash dinamika jetës për bënd vetën. Shumisa po punojmë, po tuj sekret familjar, po dumi me paka shumë edhe dësane mi pas gatshme, kështu që na e kena kry, po na gushullë sot, për reklamoj pak, e kena rekojnë tu sot atë pjesë. Nga ka ndjerë për situatës. Ja i rinë s'poj pëset, se po e kom parasysh që veç ka mujtë me kontribu në arën financiare dhe kur gjëheq në pjesën tjetër. Po këthemi te tema, se unë të kena me folë për ndarjen. Trinke kësha njës me ty, të regojna u bo si fenomen ndarja, që shpësha ashtë ma e letë për shiftet kur për realisht është bon fenomen, për shiftet dhe me thonë plët shifte për ndohen. Unë realisht punoj si psikologe shkollore, puna ma e madhe mbjen me punu me fëmijët, me pas pun me ta, por në tjetën ku edhe me prindret. Edhe kaj dhe me thonë prind të ndryshëm të cilët janë të ndam, të divorcum, edhe që fatkesisht edhe fëmijët i vujnë pasojat e ndamjes. Krahasim me ma herët edhe statistika që shna kanë tregu, kemi mujtë me pa që ndamjet sot bëjnë ma të shpeshta, edhe bile puni shpesha që përdojnë u bu edhe si me dojnë me pikave, dhe me thonë qaq u bu ndarja një farfun me trend që shë keni lune dhe titullin, edhe qaq u bu e shpesh sa që numri tyne është rritë shumë. Unë me një statistikë që kom lezu, më duket për gjatë mujit kalum, numri divorceve ka qenë diku 143, nëse zgabaj që herave të kalume, do më thonë, ndoshta për një vet nuk është mbri qaj numër sa është mbri tash për një muj. Po flasim për vitet e fundet, kështë? Për vitet e fundet, po. Nëse krasoj me vitin e kaluam, a kina i statistikë, sa ka ndodhë kjo diferenca? Do me thonë, nëse nuk gabaj, për shambull, për gjatë një viti kanë qenë 100 e diçka, tash vetëm për një muj ka qenë 143. Do me thonë, imaginone, qatë sa ka qenë për një vet, tash është për një muj. Kështu që është shumë shqetësuese kjo pjesë. Arsyet pse po buen ndohamje divorcet janë prej më të shumtave, keq kuptimet mes shifteve, ndoshta dhe bara financiare në anën tjetër, nuk po arrin me pas mirë kuptim, me gjetë një gjutë përbashkët, sfidat e jetës ndoshta nuk po mundën thjesht me qenë ofër njëri tjetrit ose me u bo bashk në përvendime të ndryshme, këtu jenë prej arsyeve më të shpeshta që po ndodhin ndamjet. Unë po mendoj që njerëzit sot po jenë më të dopt, nuk e di pse ka më të përshtypje, nuk po arrin mi të i kalu sfidat, ndoshta si ma herët qysh e kompane prind të mi, ose ndoshta dhe personat ma të vjetër mosh qysh i kanë të i kalu krejt sfidat e tyne. Me njëherë një problem i vogël, një keq kuptim i vogël, po ndohem, pe bojmë këto, për shembull unë kam plot fëmijë që thonë psikologe për një eks problem, prind po dojnë me ndo. Kështu që e di që nuk duhet me toleru, do me thonë dire në atë pikë që me shkel vetën ose me lonë me hup identitetin tonë, po të paktën me pas një tolerancë, me gjetë një mesatare, me pas një mirëkuptim, edhe me qenë ofër një tjetrit, me i adhoni do një tjetrit, edhe me thonë që